tani pa u nisur në këto supozimet që priten që mund të ndodhin për shkak se procesi politik është një lloj fortune, as më tepër kur ke të bësh me subjekt që drejtojnë qeverinë siç është vetëvendosja, por unë mendoj se kjo çfarë ndodhi sot, pa dorëheqja e kryetarit, është një akt politik që duhet ta respektojmë. Është një vendim që e respektojmë edhe e vlerësojmë si akt reflektimi. Është një akt që ka treguar përgjegjësinë personale e kryetarit, edhe unë nuk e shoh as pak si moment dobësie, por një përgjegjësi për ta ruajtur edhe unitetin e nevojshëm tani për konsolidim të rradhë dhe për hecet përpara në procesin politik, as më tepër pas dy zgjedhjeve që i patëm nacionale dhe vendore. Kjo ka shënu me të vërtetë një moment kthese në Partinë Demokratike dhe ka mobilizu tani energjitë e brendshme për një konsolidim dhe për ta përforcuar edhe më shumë orientimin tonë si parti që jemi parti që shtetën ndërtuese dhe që jemi parti që kemi ecur bashkë me historinë e konsolidimit të institucioneve dhe vetë shtetit Kosovës. Mos harrojmë se Partia Demokratike është ndërtuar mbi parimet të qarta të lirisë dhe përgjegjësisë që kemi pas gjatë këtij procesi dhe vetë shtet ndërtimi dhe këto vlera nuk varen pra nga një emër apo emra individual brenda subjektit, por janë themeli i përbashkët të gjithë neve që përbëjmë strukturën politike të kësaj partie. Partia Demokratike ka institucionet veta të qëndrueshme, të brendshme, edhe ka një kulturë demokratike që garanton zhvillimin e saj edhe politik edhe funksional. Unë mendoj se kjo pikë reflektimi kryetari duhet na bashkojë gjithë neve për ta forcuar edhe më shumë në organizatën tonë politike dhe për ta ruajtur stabilitetin e vendeve brendshëm, duke kthyer gjitha këto energji tek misioni themelor që e kemi si subjekt, pra mbrojtjen e interesit edhe qytetarëve edhe të shtetit të Kosovës. Kemi kaluar sprova të tilla. Tani po. Pra, nëse do bënim një përmbledhje të këtyre viteve të drejtimit nga membri krasniqi të PDK-s, ky ishte maksimumi, gaboi më shumë se sa bëri mirë? Dëgjoj, tani ne jemi përballë me situata të tilla kur kemi kriju vakancë leadershipin e parti dhe gjithmonë kemi ditur të ringrihemi si strukturë, të ringrihemi edhe më të fortë, edhe më të bashkuar dhe edhe më të qartë në vizionin tonë. Unë mendoj se edhe kësaj herë do të dëshmojmë, edhe po dëshmojmë maturi politike, por edhe atinitetin e brendshëm institucional si parti dhe për kushtimin ndaj rrugës që na bashkon gjithë neve që përbëjmë këtë strukturë. Unë çka kisha dashur me theksu, me përgëzu kryetarin për leadershipin e drejtashëm sepse shqipe e ka marrë partinë në moment shumë kritik. Do të thotë kur liderët kryesorë të saj ikën në Hagë dhe ishim të atakuar dhe të sulmuar pamshirshëm, jo vetëm nga brenda, por në gjitha forma si subjekt politik duke bërë generalizim të çdo veprë tërë që kishin stisur shërbimet serbe, prokuroria, këtë duke e faturu partisë, duke mundur të argëzojmë tërë partinë, sepse generalizimin vetë është një lloj vepre penale. Mirë, po çka? Ka arrit të stabilizoj, ka arrit të unifikoj faktorin politik brendshëm dhe ka arrit të kthehet misionit partisë dhe kemi pas një ndalje të kësaj rënje që shifej rapide të partisë u ndalë dhe u konsolidu më njerë, kemi arrit për shembull të dalim të parë në zgjedhjet të lokale të kaluara. Pastaj ka ndodhur të gjitha që ishin struktura që u krijua me ardhmën e zotit Krasniqi, si Urani Ismaili, Vlora, Ardi Tahiri e tjerë, Albelari e tjerë, arritën ta hapin partinë, ta krijojnë një strukturë dhe ta ruajnë një stabilitet. Pra, dolem si parti e dytë në zgjedhje, edhe faktikisht ishte një propagandë e fuqishme, përndryshe ishim fuqishëm të etabliuar dhe në këto zgjedhje po rezulton se jemi partia e parë me votën popullore dhe jemi partia e parë nëse i llogarisim 6 komuna plus ato të zotit Ladrov siç deklarohet si PDK dhe është PDK, atëherë jemi me 7 komuna dhe partia e parë si votë popullore. Pra jemi në pozicion të mirë dhe për këtë duhet përgëzuar dhe është meritë e zotit Kurti, e zotit Krasniqi. Zoti Berisha, po a e dëmtoi? Çfarë duhet vënë në pa? Ka qenë, është një moment, shqipe gjithmonë në politikë, leadership është një moment kur vjen që ti s'ke çka jep më. Dhe atëherë mençuria dhe reflektimi më i mirë është kur ti hap rrugë. Hap krahun që thoni ju, dhe hap krahun për energji të reja. Hap krahun për njerëz me vizion që mund ta shqojnë për edhe më tutje projektin e partisë dhe objektivat që ajo ka.
ka pas një, shife du të ta pranojmë, ka pas një ta quj gabim kushtimisht të gjithë spektrit gjatë politik në Kosovë, të dyja partive dhe të ke këtë njëjtën smundje, që është lejuar të bëhet demonizimi i figurave partisë demokratike në këtë rast, të cilat identifikuar me historinë, me rrugtimin historik të Kosovës, që nga organizimet e para të lufta, liria dhe diplomacia dhe pavarësia. Dhe është lejuar demonizimi i tyre i skajshëm, duke mos krijuar një trup mbrojtëse brenda partijake që reagon dhe që shpërfaq vlerat e vërteta të këtij kontingjenti personalitetesh të shquara, ta them, mund përmendem emra të përveçëm, siç është Xhavit Halitja, Adem Gabocë, shumë emra të tjerë që janë strukturë drejtuese të partisë. Tani, çka kam edhe një defekt këtu. Ne jemi si subjekt dhe si shtet në kërkim të atij autenticitetit tonë politik. Si shtet, si shoqëri. Ende nuk e kemi autenticitetin tonë politik dhe identitetin tonë politik dhe kombëtar dhe shtetëror. Njëjtën situatë janë edhe leadershipet brenda subjektëve. Dhe shumë ka pesh rruga dhe forma si vije deri tek pozicioni i leadershipit brenda një subjekti. Pra, shumë ka pjesë a ki fuqin e votës, apo je figurë nominale, e nominuar. Dhe kjo pastaj ta jep autonominë, pavarësinë dhe fuqinë e veprimit politik. Pra, e implementimit vizionit tonë të pandikuar nga ata që në një garë të hapur nuk kanë arrit të sfidojnë në proces politik. Dhe mendoj se këtu është fshehë edhe dobësia nga njëherë, apo ndonjë reflektim dobësie që ka mund të shpërfaqen leadershipet partijake, në këtë rast po flas edhe zotin Krasniqi. Në një të ardhme të shpejt, besoj se do të krijohet një hapësirë mundshme që Partia Demokratike, ashtu siç e ka traditën dhe kulturën e saj institucionale të brendshme, siç ka mekanizmat funksional të brendshëm, të shkojë përmes një procesi të rregullt zgjedhor, edhe të zgjedhë organet e partisë, të cilat mendoj se kanë një kohë që nuk janë frikës. Përpara se shkojnë te kryetari i ri edhe diçka kam këtu, e dëmtoi debati, konflikti me Dadrovsin edhe fakti që votoi Dibal Bashën apo jo? Shife, kur deveja thonë u ranë gjojnë ku i vunë kurën e lepër. Dhe nuk ishte ndonjë perë specifike. Por kur je i atakuar dhe i sulmuar për gjitha onve, pastaj secili element nga pak ndikon në rrëzimin politik dhe të fuqisë politike të një lideri. Edhe rasti i Drenasit ka qenë ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në disponimin e brendshëm partijak dhe